Për punëve të mëdha, veprave të mëdha, është lënia e gjunaheve, lënia e gibetit, lënia e thashëthemeve, lënia e fjalëve që futin armiqsinë mes njerëzve. Dhe ai alayhi salatu wassalam na thot në hadithin e njohur, ai i cili nuk e lë fjalën e gënjeshtrën, edhe punimin me të, Allahu nuk ka nevojë që ky person ta lëj ngrënien dhe pirjen. Por Allahu azza wa jalla nuk ka nevojë për agjërimin tonë. Ne kemi nevojë. Ndaj në qoftë se nuk ruhemi prej këtyre punëve, këtyre gjunaheve, ndoshta nuk marrim dhe shpërblim për agjërimit. Vërtet kemi heq një obligim që është obligimi si farz i agjërimit, por nuk e dim se a do të kemi shpërblim apo jo. Kështu që ta ruajmë agjërimin ton. Ta ruajmë prej fjalëve, ta ruajmë prej shikimit, ta ruajmë prej dëgjimit jo të duhur. Edhe se ky Ramazan dhe çdo Ramazan është një shans i art, është një rast i art për çdo besimtar për të larguar veset, për të larguar diçka që ai nuk do ta bëj, ti shmanget duhani, ti shmanget një vesi që ai e ka mes vetes dhe Allahut subhanahu wa taala, krijuesit dhe Zotit të vet.